Tenderat dhe procedura e zgjedhjes së fituesve janë bërë objekti i debatit në distancë mes kryeministrit Edi Rama dhe kryetarit të Partisë Demokratike. Në vitin 2010, 2011, 2012, në konferencë për mediat, Sali Berisha akuzoi se mazhoranca po mashtron me shifrat. Ka rënë me një mesatar 70%, ka rënë me 10 pikë, dhe jo vetëm kaq, por në vitin 2026, kjo rënje është në 66 pikë, është një rënje prej 14 pikësh. Në vëmendje, Berisha solli renditjen sipas Open Tender U. Ky tregues thot se mafia shqiptare, qeveritare shqiptare, në ligjin e mafjes dhe jo ligjin shqiptar dhe ndërkombëtar, nuk lejon asnjë kompani europiane të fitojë qoftë dhe një tender në Shqipëri. Nuk ka asnjë fitues kompani nga vendet e Bashkimit Evropian apo kompani prestigjioze. Forbidden. Madje Berisha akuzoi për manipulim të dhënave. Ka llogaritur prokurimet publike dhe prokurimet publike të anulluara. Në qoftë se nga prokurimet publike të vendit zbriten prokurimet të anulluara, Shqipëria ka një nga nivelet më të ulta në botë të prokurimit publik dhe jo që se ka 10, po e ka gjithsej 4.9%. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i kryeministrit Edi Rama që përgjigjen e dha në rrjetin social X. Hedh budallaj i madh një gur në lum dhe pastaj të vegjlit bëjnë si të mençur për ta nxjerr, duke thënë që integriteti i prokurimeve publike në Shqipëri pas ka shënuar rënje. Po se si e shënoi këtë rënje, kur në fakt Shqipëria u përfshi për herë të parë në portalin Europian të matjes së integritetit të prokurimeve për shtetet e Bashkimit Evropian, duke dalë më mirë se sa shumë prej tyre, këtë as i madhi e as të vegjlit nuk kanë se si e thonë, sepse budallallëku ka kufi vetëm vetveten. Sipas Ramos, Shqipëria vlerësohet ndërkombëtarisht si asnjëherë më parë, edhe në fushën e prokurimeve. Me diellën në prokurimet publike do të arrijmë brenda këtij mandati një nivel integriteti e shpejtësie që do të na rendisë në nivelin më të lartë evropian, fal inteligjencës artificiale, përfundon Rama.